Audio Jungle. Përshëndetje për krejt juve që po na ndjesni si gjithmonë. Jeni me Diora në Dita me ne, edhe sot si çdo herë tjetër mundohemi që të kemi musafir sa më special, edhe sidomos të promovojmë edhe talentet të reja, edhe ndoshta gjeni të rinj, qysh e kemi sot edhe djaloshën që e kemi të ftuar, i cili i ka vetëm 13 vjet, është fjala për Kaan Krasniqin, po besoj që shumica për juve tashmë po e dini edhe në bazë të emrit, pasi pikërisht është kjo periudha e fundit kur edhe Kaoni ka bërë buj, sidomos me aplikacionet e reja që po i krijon ai me inteligjencën artificiale apo me AI për krejt këto, ndoshta edhe kemi me shfryzu pa Kaonin që më na tregu edhe rreth AI-t. Faleminderit shumë fillimisht Kaon që kjo është sot e ditë që je edhe me shkollën, je duke e viju edhe shkollën, po që ke gjetë ku me arë në Dita me ne dhe me nga kalëzo dhe neve rreth aplikacionev edhe rreth AI-t, kështu në përgjithësi. Faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Po, unë e desha me ditë ndoshta para prakesh, me nga bo dhe ti një prezentim të shkurtër për vetën, që edhe ata që po na shohen, në qofse nuk kam po ndoshta po të shohin për herë të parë për theme, me bo një prezentim të shkurtër me nga kalëzu se kush është Kaoni. Unë pra jam Kaan Krasniqi, jam 13 vjeç, jam pasionant i teknologjisë informative, më specifikisht inteligjencës artificiale, ku e shfrytëzoj inteligjencën artificiale me kriju aplikacionet të ndryshme, por edhe me i lehtësu proceset të ndryshme për automatimin e proceseve të ndryshme. Okej, me na lehtësu pak edhe jetën neve, me ato që i bën me aplikacione, po mande kemi me folje edhe për to, po tash për tash po do me ditë se e përmendëm që i ki vetëm 13 vjeta. Ka nisë ndoshta kjo ideja për mu marrë me teknologji fillimisht dhe tani edhe me AI, me inteligjencën artificiale. Pra, kur kam qenë pra 6 vjeç, prindrit më kanë këshillu që unë me shku në një kurs të Bënevet Prishtina, quhet. Ai kurs pra më ka ndihmu mu me zhvillu kreativitetin tim, idetë që i kam pasur me i shndërru në realitet, në projekte të ndryshme, dhe më ka ndihmu shumë në atonën kreative, pra për me zhvillu anën kreative timen. Po ashtu kam mësu edhe aftësi ndryshme, edhe sot e vijoj atë kurs, që quhet Academy of Makers, ku mësojmë, quhet pra Akademia e Krijuesve, ku mësojmë për krijimin e aplikacioneve, projekteve të ndryshme. Po, pra fillimisht i ke pas vetëm 6 vjetë kur ja ke fillu më marrë me teknologji. Çka të ka pëlqyer mas shumëti, ndoshta a kanë qenë, pasi që përmende një prej shkollave, ndoshta edhe të programimit, a kanë qenë gjuhë programuese, çka të ka pëlqyer mas shumëti, apo pikërisht me kriju aplikacione? Cila ka qenë ndoshta pjesa e preferuar me u marrë me teknologji? Unë pra, kur ka qenë koha e pandemisë, po flasim, kam fillu mënyrë më intenzive me mësu që me kriju aplikacione, është gjuha me aplikacionin Scratch, ku edhe sot pra edhe motra ime vjen atë kurs. Aty kam mësu lojrat, më shumë me kriju lojrat ndryshme, por tu e pa ku kam arrit, mendoj që gjithë rrugtimi puna ja ka vlejt dhe mendoj që ende duhet për të punuar dhe për të mësuar që ta zgjeroj diapazonin tim të dijes. Po, e përmend edhe motra është më e vogël apo më e madhe? Motra ime është 9 vjeç. Okej, është më e vogël. A i ki kallëzu ti motrës me u marrë edhe ajo me teknologji, apo ka pas qef ajo, ose ajo të pa ty, nështë i ka tërhek pak edhe asaj? Unë besoj në atë shprehjen që thonë që nuk është mirë me i detyru fëmijët me ndjek një rrugë caktuar, po motra ime ka pas dëshirë shumë që me provu pra teknologjinë, me provu krijimin e aplikacioneve, krijimin e softwareve, webfaqeve dhe jam pra vazhdimisht tu e mësu dhe tu e ndihmu për atë dëshirë që ka. Po, ndoshta në të ardhmen mundeni me bo një aplikacion bashkë, edhe me motrën. Atjetër. E përcëndrojmë bashkë këtë te aplikacioni, Kaana. E din që jetë duke e kriju edhe aplikacione me AI, apo na tregon pak sa po është të vështirë, duke qenë që ndoshta ka njerëz edhe më të mëdhenj në moshë e kanë të vështirë ndoshta me kriju. Ti je kaq i ri në moshë dhe ke fillu
ki kriju aplikacione me inteligencën artificiale. Kallëzëm pak ka erdhi këtë idea me bo aplikacione të tilla edhe më marrë me AI-a, se e dim që qëtash për qëtash të tashmja dhe ardhmja është krejt AI. Po, pra, në vitin e kaluar, si që përmena në fillim të vitit të kaluar, ja kom fillu në mënyrë më intenzive me mësu për inteligencën artificiale, në fillim pra bazat e inteligencës artificiale dhe duke shkuar deri tash në pjesët më të detajuar dhe të avancuara të inteligencës artificiale. Pra, krijimi i aplikacioneve me inteligencë artificiale ka mundësuar njerëzve që me kriju ato ide që i kanë me bënë në realitet, ka software të ndryshëm për këtë. Po ashtu mendoj që ndikja e kurseve online për inteligencën artificiale është një rol mjaft i rëndësishëm nëse fëmiju apo nëse qoftë edhe një i rritur dëshiron të mësoj inteligencën artificiale. Po, sa kohë ndoshta të ka marrë ty me kriju, a ka qenë shpejt, a ka qenë lehtë, a ka qenë vështirë, me kriju një aplikacion, po themi. Po tash... A varet ndoshta sa punon edhe sa je i zote, a? Patjetër, kemi aplikacion të ndryshme, vështirësia dallon nga qëllimi dhe ideja që është, kemi aplikacione që kanë të bëjnë me më shumë kod dhe detyrimisht është më vështirë që t'i krijojmë ato aplikacione. Po ashtu kemi aplikacione që nevojiten pra lidhja e databazave ndërmjet vete, pra dallon edhe sa komplekse është ideja jote ideja jote dhe më pas implementimi. Po, kjo aplikacioni që e ke bu me AI, kur pritet mu finalizu, nështë edhe kur mundemi na me pas në për telefonat tonë, ose kur mundemi me shiku se qëfar aplikacioni e ke kriju? Besoj pra që në qërshor ka me publiku aplikacioni. Do me prit deri në qërshora, ma ndit presim edhe në studio me nga të regu se edhe rreth projekte që e ke bo. Po më interesoj me dit ka anë, se duke qenë se ka shumë njerës që janë të interesum tash për tash edhe gjdo punë është apë kërkan edhe teknologjinë edhe bashkë me umarë me AI. Qka është AI edhe qësh mundemi na me përfitu për shambull për AI? Po t'i bëjt disa pyetje, e di që ndështë jenë pak ma të vështira, sepse po ti që shpesho nuk po kjas emocione as kur gjë, kështë që je i përgaditura, edhe pyetje sa mos më dërgohet, se s'ki nevoj, kështë që je i përgaditur për gjithë shka. Inteligencë artificiale pra është një, mund t'a quajmë një tool në gjuhën angleze që ndihmon për lehtësimin apo dhe zëvendësimin e proceseve të ndryshme. Inteligencë artificiale ka qenë prezente tek ne që nga kohët e hershme, po flasim ndoshta që nga vitet shumë të hershme, në për shembull tek rekomandimet e Netflixit, pra në bazë të çfarë shikon ti, të rekomandon çfarë të shikosh filmin e radhës. Po ashtu edhe tek makinat të ndryshme ka qenë prezente, po tash inteligjenca artificiale që ne po flasim, që quhet inteligjenca artificiale generative, ka dalur për herë të parë në treg nga krijuesja Mira Murati dhe Sam Altman, pra OpenAI, dhe aty ka qenë fillimi i një industrie të re për inteligjencën generative. Okej, do më thonë Mira Murati është shqiptare, a ki dëshirë dhe ti diçka me arritë, ndoshta si Mira, me kriju bashkë me Mirën, pse jo në të ardhmen? Patjetër, po është... Qka me ndo pse la OpenAI Mira? Për arsye që është duke kriju një startup të ri lidhur me... Okej, është duke kriju diçka tjetër, a? Po. Okej. Dhe është inspirim pra të shosh që një shqiptar ka arritur aq lart dhe ka pasur gjitha ato sukses. Okej. E përmendëm që ndoshta në fillim je kona ashtu pak më i vogël edhe ndoshta nuk ke kuptuar edhe aq mirë, po gjithmonë ka qenë pasioni ai që të ka tërheq. Kallëzom tash për shembull për neve që nuk jemi kështu po themi te teknologjia, për çka për shembull one që e moderoj këtë emision. Për çka mundem me bo one, për shembull që me thjeshtësu ndoshta punën time, a mundem me përdor AI për me përfitu diçka, për shembull çka më kishe sugjeru mu, ose edhe personave të tjerë që e bojnë të njëjtën punë, moderator, prezantues, pse jo për me përdor AI për diçka që na shërben edhe neve. A ka ndonjë trajnim qoftë online ose diçka që edhe ne mundemi me përdor? Po, pra, inteligjenca artificiale vjen sa më shumë
anën praktike, pra nëse dëshirojmë ta mësojmë inteligjencën artificiale, generative, apo edhe inteligjencat artificiale të llojeve të tjera, është mirë që ne të jemi të mësojmë në mënyrë praktikale. Dhe është mirë pra që ne të instalojmë modele ndryshme të inteligjencës artificiale, po flasim për shembull për Grok apo për ChatGPT, dhe të shikojmë komandat prompts, duke i ndryshuar ato, rezultatet do na ndryshojnë. Pra, nëse i kërkon inteligjencën artificiale me një prompt shumë jo të detajuar, atëherë edhe rezultati do të jetë jo i mirë dhe efektiv për ty. Pra, është mënyra e përdorimit të inteligjencës artificiale. Nuk është që inteligjenca artificiale nuk di me të kthy përgjigje, por është se ti nuk di me jap inteligjencës artificiale instruksione. Okej, pra që nuk dim ndoshta me bë pyetjen e mira. Pikërisht, pra. Po ashtu për kurset që mund t'i ndjekim të gjithë, qoftë nga mosha të jashtme deri në mosha të tjera, janë pra të lancuara disa kurse që janë pa pagesë, për shembull kursi Google për inteligjencën artificiale mund të ndihmon gjithë njerëzve që të rrisin aftësitë e tyre nga ato për inteligjencën artificiale, nga ato bazike në mënyrë më të avancuar. Okej, për shembull për na amaterat, sa ne ta bëna pyetje për shembull për mu personalisht. Çka kisha mujt me përfitu me AI? Për shembull, po flasim në rolin e gazetarës. Okej, po. Hajde në rolin e gazetarës. Për shembull, në rolin e gazetarës me përdorur inteligjencën artificiale, ka njerëz që krijojnë versionin e tyre identik, i cili bën edhe gjenerimin e ideve, për çka ka me fol pra gazetari, për flasim pra për rrjetet sociale, video të ndryshme, më pas bën pra e replikon veten me fjalë të tjera, e bën zërin e njëjtë dhe krijojnë ide në bazë të kritereve që ti i vë inteligjencës artificiale. Prezojmë që ti je pra një drejtues e emisionit të pasditës dhe ke dëshirë që me thirr në emisione me shpërfaq talentin, atëherë ti duhesh me jap kriteret e inteligjencës artificiale në mënyrë që ajo të mos dalë nga ato ngushticat që ti i ke vënë dhe nga ato instruksionet që ti i ke vënë. Kështu që unë më kriju për shembull një AI edhe mos më ardh hiç në studio, a? Vetëm tani duhet edhe mu me më repliku që me bashkë se di. Po, do të thonë do të më tregu detaj edhe për ty, që sot e kam një të ftuar, e ka emrin Krasniqi, e ka bo është talent jashtëzakonshëm në teknologji, e ka bo një aplikacion me AI, e të tjerë, pra do të thonë na dy qëtash nuk jemi real, jemi me AI-a. A dallohet shumë për shembull te shikuesit, se e kom pa për shembull edhe në vende tjera që shumë moderator po janë made up me AI, nuk po janë të vërtet, po themi. Së fund me javën e kaluar ka dalë versioni i ri i Google Veo, quhet, pra është manitse se si kanë arrit atë shkallë të gjenerimit të fotove dhe të videove, pra edhe filmat të ndryshëm tash kanë me fillu me u kriju me inteligjencë artificiale, aq shumë pra që ka arrit inteligjenca artificiale me u zhvillu. Po, çka mendon ti që për shembull, sepse po flasim se ti je ende i ri në mosha, 13 vjet, çka përfitoni sidomos moshat e reja me AI, ose çka mendon ti që mundeni me përfitu, edhe a ka për shembull se tash po du me zbulu pak edhe për aplikacionin, që po mam pak si të fshet. Po me qenë se thua që po dënë me u kry krejt njerë, me u finalizu, e me ndej me folje edhe për aplikacionin, po për shembull me kriju një aplikacion, a ke mendu që ndërsa ju ndihmon edhe juve, qoftë për shkollë, qoftë për detyrat të shtëpisë, apo i bën AI krejta? Pra, po du me citu një hulumtim që e ka bë UNESCO për shtetet me zhvillim jo shumë të lartë ekonomik, si që është Kosova, e cila kanë bë hulumtim ku kanë thënë që në edukim mund të përdoret mjaft mirë inteligjenca artificiale, pasi edhe kosto nuk është aq e lartë dhe mund t'ju ndihmojë të gjithë nxënësve për të rritur pra aftësitë e tyre të ndryshme, qoftë në mësime. Po flasim pra për mënyra të dobishme se si ne mund ta përdorim inteligjencën artificiale dhe mendoj që shteti duhet pra të krijojë një plan implementimi për inteligjencën artificiale dhe ne si rinj të jemi të gatshme që në të ardhmen, pas 10 viteve, të dimë se si ta përdorim inteligjencën artificiale.
Po, muja zakonisht jetu mlon mbresa, sepse jo vetëm që ndoshta je i zote, jo ndoshta, po je i zote në teknologji edhe në të folur, edhe që nge shumë i përgatitur, edhe kështu ka ofër, sepse më ka rami po disa prej intervistave tua ka edhe ta që përshë sa i përgatitur je, edhe sa me pasion je të folë për teknologjin, sepse unë uroj që ti bës ndalesh, a me ndonë që edhe në të ardhëm pse jo me pas si punë, si profesion, a me ndonë vetën në teknologji gjithmonë, apo kje dhe pasione, hobit të tjera, edhe pse je hala i ri. Unë e shoh vetën pra që të vazhdoj me teknologji, më pëlqen fusha e teknologjisë dhe mendoj që në të ardhmen ta kem profesion. Okej, me qka specifikisht? A ke qaf diçka specifike më marë? Po. Apo, okej, hajta mundesh me nga të regu? Është me data, pra me data structures, pra për kompani ndryshme ka kompani që datat e informatat e ndryshme nuk i kanë të strukturuara mirë dhe ne rregullojmë dhe pra strukturimi i informacioneve të tyre rritet deri në nivelin e parë. Okej, po besoj që kjo vyn edhe ma shumë përvoja, kështu që ti vetë se pas ke zgjedh, me qka kemi u marë, sepse ndoshta generatat pak, për shambull generata ime, ka pas shumë të vështirë me zgjedh se qka po do në më marë, po më intereso me ditë tonë këtë njohuri, edhe tonë këtë ndoshta energji që po e ke qoftë për teknologji, po kështu në përgjithësi që po i din gjanat, të regon pak se ku i merë ka unë, ose a lexojnë ka unë shumë, sepse po është edhe gjuna angleze, po e dim perfekta. Po, mendoj që ndoshta kurioziteti ndihmon shumë për rritjen e aftësive në atë fushë që ti je interesuar. Nëse për shembull unë do isha interesuar në një sport, në futboll, atëherë kurrishta ime do të ishte të shikoja lojë futbollistike dhe më pas të shikoja se si të luaj më mirë. Po në këtë rast me teknologji unë shikoj. Këtë rast jena me teknologjina. Po, po më intereson se po ta bëj një pyetje kështu pak ma pikanta. Në qoftë se kishe mujt me kriju një aplikacion për me ndoshta me e lehtësu jetën e njerëzve, çfarë aplikacioni kishe pas qef me bo? Ti mundesh me thonë edhe ka me bo? Aplikacion ndoshta jo, po që kisha pas dëshirë shumë, kishë qenë që ne në shkolla pra me pas si lëndë inteligjencën artificiale. Dhe edhe si që thashë dhe më herët, shteti ynë me na përgatit neve dhe të gjithve që me mësu inteligjencën artificiale dhe me qenë të gatshëm për të ardhmen. Dhe duke e përdorur inteligjencën artificiale, po ashtu edhe të mësojmë dhe të rrisim aftësitë tona të mësimit. Po, mjaft ide e mirë ka ana, që pse jo me qenë edhe pjesë të plan programeve, të kurikulave shkollore, dhe përpësoj që ti kishe qenë një ligjërus shumë i mira, sepse kemi ndëgju që edhe për me prezentu je gogja e mira, ke prezentu në qovë se nuk se përja ga bëja me në organizatë, se ka qenë një organizatë e huaja, po? Po. Okej, edhe qka ke prezentu aty? Kam prezentu pra një prototip dhe kam të rrigu se si mund të kryjmë aplikacione me inteligjencën artificiale. Okej, apo na të rëgon pak qësh mundemi me kriju për shambull edhe neve? Për me kriju aplikacionin për inteligjencën artificiale, fillimisht është mirë, është e preferueshme, nuk është e detyrueshme që të dim kodim, por është mirë që të dim programim. Pasi disa njerëz që janë në fushën e teknologjisë, është shefi Nvidias, ka thënë pra që ne do t'ja mundsojmë fëmijëve që të mos ke nevojë të mësojnë programim, sepse përmes komandave dhe inteligjencës artificiale ne do të krijojmë aplikacione të gatshme. Por pa ditur programim deri në një shkollë, po themi ndoshta bazike, atëherë është shumë e vështirë që të kuptojmë edhe se çka po bën inteligjenca artificiale. Okej, kështu që një herë fillimisht duhet me ditë pak kodema, a duhet me ditë do një gjuhë specifike të programimit, ta çfarë do gjuhë për shembull mundet me qenë? Tash varet në çfarë programiri dëshiron ti të bësh. Për shembull, nëse po flasim krijimi i web faqeve, software pra websajteve të ndryshme, atëherë është mirë HTML, CSS, JavaScript e kështu me radhë. Po HTML nuk gjet në gjuhë programuese, por për shembull JavaScriptin ta mësojmë. JavaScript për shembull ta mësojmë për funksionet që i ka web faqja, HTML-i për se si
kontenti që do të kemi në webfaqe dhe CSS për të stilizuar webfaqen tonë, gjyra që do t'i përdorim, fontet e kështu me radhë. Apo për shembull nëse ne dëshirojmë aplikacione, atëherë ka shumë më shumë një numër i madh i gjuhëve programuese. Po, a e din ti ndonjërin prej këtyre gjuhëve programuese? Po. Okej. Unë web development i di gjitha gjuhët, siç i përmenda këto. Krejta gjuhëta. Po ashtu edhe në krijimin e aplikacioneve të ndryshme i di pra shumë gjuhë programuese. Po për shembull, siç e përmenda për data që kam dëshirë shumë, është e preferueshme Pythoni. Edhe kompani shumë të mëdha si Netflixi, përdor NASA e kështu me radhë përdorin Pythonin për data të ndryshme. Okej. Cila është prej gjuhëve ndoshta më të lehta që ja kishe sugjeruar atyve që vetë se fillojnë, për shembull neve që s'kemi fort haber me gjuhët programuese, cila është gjuha më e lehtë programuese që bashkë për fillestar ti kishe sugjeruar që filloni me njëherë me çdo gjuhë, mandej shkoni tek ndoshta ato pak më të vështira po themi, a? Po tash për shembull janë disa aplikacione si Scratch, siç e përmenda, është programim me bloqe. Ajo nuk është gjuhë programuese, ti nuk je duke programu, po je disi tu i ke i dhënë komanda dhe për shembull për fillestarët preferohet për të mësuar logjikën e krijimit të aplikacioneve. E për të krijuar aplikacione vet, për shembull mobile, kemi të ndryshme, përdorën të ndryshme, por ndoshta më së miri kishte njëherë më fokusu tek krijimi i webfaqeve, sepse më pas të ndihmon edhe në të gjitha aspektet e programimit. Po, më intereson me di sepse ti në fillim na tregove edhe disa prej kurseve online, që është jashtëzakonisht një mundësi e mirë për krejt ata që ndoshta s'kan mundësi fizike veçenjë. Po më intereson me ditë edhe ti ka ai ndjek këto kurset online për shembull, edhe pse shumica atyre ishin në gjuhë angleze, po ti se ki problem as pak. Edhe sa ndoshta të pëlqejnë ty këto kurset online që janë apo preferon ndoshta më shumë fizikisht me qenë? Qysh është ndoshta sipas teje, po të pyesim asi që po i den edhe gjana, qysh është më së miri ndoshta me mësu, a ndoshta ka njerëz që mësojnë mirë edhe online edhe fizikisht, se kam problem? Po, këtu po du mundalë dhe me thënë që në një industri si inteligjenca artificiale, është mjaft e rëndësishme që me i zhvillu aftësitë e vetë të mësuarit. Pra ne përmes një libri, përmes një video, ta mësojmë ti mësojmë vitës aftësi të ndryshme, për shembull për inteligjencë artificiale. Dhe mendoj që kjo lloj aftësie, ata njerëz që kanë pas këtë aftësi, kanë me qenë mjaft të gatshëm për të ardhmen që do ta kemi. Po, cilat ndoshta janë ato sfidat ose problemet që i ke pas, po themi në fillim, kur ja ke fillu më marrë me teknologji, me kodim, me programim, apo ndoshta s'ke pas shumë se vetë se i ke ditë fillimisht ndoshta edhe prej videove që i ke ndjek edhe prej kurseve që i ke ndjek? Mendoj që për me pas rezultate të mira, duhet me dashur edhe rrugtimin. Në këtë rast nëse mua më ka pëlqy me mësu programim, më ka pëlqy rrugtimi me mësu nga fillimi deri në fund, dhe për shembull nëse ne e dojmë rrugtimin, atëherë do ta kemi shumë të lehtë. Shumë bukur e ke thonë qëta, do të më dash fillimisht rrugtimin. Po. Ty të kanë interesu gjithmonë sanat për teknologji, a veç kur je bo pjesë e bënë vetet mandej, a gjithmonë je konë kështu që ki pas shef teknologjin? Unë prindrit ma shumë kanë drejtu edhe më pas më kanë këshillu që më shkut në bënë vetë. Okej, a jo në krenar ata për këto që i ke arrit tash ti? A i ke thonë atyre faleminderit nështë që më keni qu, sa në ju më kom aj vogël edhe se kom ditë. Po, unë pra ndështë kom pas talent për teknologjin, po nuk kom qenë i prezentuar me teknologjin. Dhe kur prindrit më kanë të regu për teknologji, atëre mu e kom pas që më shkanë dhe kësha pas dëshirë që me pas profesion. Po, edhe me vazhdua. A kinaj këshill ose mesazh ndoshta për tri që janë qështu si te, për ndoshta që kanë ndoshta pak frikë ose diçka me provu teknologjinë, ose çfarë mesazhi ki për këta që dojnë më marrë me teknologjia? A është vështirë, a është lehtë, a do të me punu shumë? Mendoj që, si që përmenda dhe më herët, bëje atë që dëshiron, dhe mundohu që sa më shumë të mësosh për shembull në këtë rast për programim, mundohu që ti të krijosh aplikacione të ndryshme,
të sprovosh ato aftësitë që i ke dhe më shumë pra anën praktike, të mësojmë pra në mënyrë praktikale, sepse nëse ne mësojmë se çka janë variablat, vetëm me fjalë nuk është edhe shumë se si nuk është edhe mirë, por nëse ne vetë i kryejmë disa variabla në gjuhë programuese, atëherë ne e mësojmë më lehtë dhe mësojmë funksionet më mirë. Po, kanë edhe tash që është ndoshta pak më sfiduese, kur kthehemi tek AI, tek inteligjenca artificiale, po është që ato çdo ditë edhe po përditësohen, po bëhen upgrade, ndoshta. A është ndoshta edhe që kjo një sfidë tjetër, se ti gjithmonë dush më konë hapa, për shembull sot është diçka, ta më në mësojnë që ato del nesër diçka e re. Sa është për shembull sfiduese me juve që merreni me teknologji, për shembull se gjithmonë do të më mësu çdo herë diçka të re. Po flas vetëm javën e fundit që ndalë diku Mira software me numra jo specifik, po ndalë numër shumë i gjerë i softwareve për inteligjencë artificiale dhe për programim. Dhe për shembull nëse vetëm një javë ti e anashkalon, atëherë ti nuk i me qenë pra në rrugë dhe do të devijosh. E hub fillen, a? Pra nuk do të mund që të jesh pra në të rejat më të fundit, në trendit më të fundit. Ok, a priton të për shembull çdo ditë me qeni informuar, se më përditësu çdo ditë, se ka njerë edhe njerëzit lodhen, a? Dojnë me pas për shembull një profesion që e ke mësuar një herë dhe më, e po që teknologjia ndoshta se ka çto, se gjithmonë del diçka e re që ti duhesh me mësu. A priton kështu ka unë, a ndoshta gjithë e ka atë energjinë? Kam energji që më pëlqen, dhe kur për atë arsye nuk pritoj asnjëherë. Kështu që të pëlqen edhe e tha edhe në fillim që veç me teknologji. A ka diçka tjetër që të pëlqen përpas teknologjisë? Pëlqen dhe sporti, po më shumë si hobi. Më shumë si habi, a? Mas do orëve kur ti jesh aty, ki pak nevojë më shfry dikon e delë. Ok, cili lloj sportit pëlqen? Futbolli. Futbolli. A kishte dash ndoshta ndonjëherë me ndërlidhe ai me futboll? I kishu knatësia. Knatësia. Edhe pse ndoshta tash po përfiton edhe futbolli, a? Edhe me AI. A ka diçka për shembull që e përdorin në futboll? Po, kemi për shembull sisteme të ndryshme për me shikua e ka kalu vijen për shembull. A varri, a? Varri një sistem. Okej. Tash besoj që në të ardhmen do të ketë edhe të reja që do të implementohen në futboll. Edhe në futboll. Po, me qenë se jemi edhe drejt fundit të intervistës ka unë, në kisha dashur me ditë edhe prej teje, ndoshta çfarë mjete zakonisht përdor, ose çfarë mjete kime përdorën të ardhmen për me kriju aplikacione me AI, a do të me qenë mjete specifike, a ndoshta varet çka dën ti me përdor, edhe sa është lehtë ndoshta me përdor AI, se për shembull neve që e përdorme veç ChatGPT ndoshta edhe duket pak më e lehtë, po ndoshta ata që e përdorin mas të madhe edhe e kanë si punë, për shembull AI ndoshta të vynë me mësua edhe diçka më shumë. Po, mendoj nuk ka rëndësi mjetet që i ke, pra mundesh vetëm me një telefon të thjesht smart, mundesh me çfarë do lloj pajisje, po për shembull edhe me një telefon të thjesht ti mundesh me kriju aplikacione me inteligjencën artificiale. Okej, do më thonë, veç me qenë telefoni smart, edhe mundesh me kriju. Atjetër. Okej, përveç që ChatGPT që ne përmenda, a përdor për shembull ka unë çka përdor ti të çka me AI? Po tash mbaret për çka? Për shembull, Okej. nëse dëshiroj ndoshta dikush dëshiron lajme, atëherë është e mirë Grok, e cila është të dhënat i merr nga Twitteri, e cila ka shumë përdorues dhe atë shpërndan informacione të ndryshme. Edhe një diçka e mirë me Grok është që e vërteton lajmin, a është i rrejshëm apo është lajm i vërtet. Edhe kjo ka bërë një lloj revolucioni, mund të themi, sepse përhapja e lajmeve të rrejshme ka sjellë dhe pasoja shumë të mëdha. Okej. Dhe sa i përket pra një njeri me aftësi jo shumë të mëdha të inteligjencës artificiale, i këshilloj që nuk është mirë që me përdor për gjëra komplekse si ndoshta shëndeti apo përdorimi i barnave të ndryshme e kështu me radhë, sepse mund të lejë edhe pasoja shumë të këqija për ne. Shëndetin tonë. Këshilla shumë të mira, se na qëtash për qëtash po mdo kësë çka po na intereson, veç po him ChatGPT dhe a bën me përdor qëta? A bën me përdor qëta?
Kjo pra është Këshillë shumë e mira, bravo. Kjo është arsyeja pse ne duhet me e ditë me përdor, sepse nëse ne nuk kemi nuk kemi me rezistu kur të vjen dita që ne kemi qenë të detyruar me përdor, dhe nëse ne nuk kemi një uri për me përdor, atëherë do të na sjell këto probleme që i përmenda. Okej, po thu që ka marrë në ditë që patjetër kemi me përdora. Dhe mendoj që ndoshta sipas parashikimeve të shumë njerëzve të mençur, mendoj që do të jetë 5 deri në 10 vite të ardhshme. 5 deri në 10 vite të ardhshme. Kështu që krejt, a mundë me marrë të te, a mundesh me hajmë dhe një kurs, diçka e shkollë trajnimit? Okej. A e mendon na ja që shtë ka unë pse jo, me qenë edhe pjesë e trajnimeve dhe shkollave? Unë me shumë kënaqësi i kisha ndihmu bashkëmoshatarëve të mi për me mësu për inteligencën artificiale, të rritërve. Sepse unë të shfryzova pak në fillim, t'i bona do pyetje për AI, kështu që e pa që je një prezantues shumë i mira dhe një ligjërues shumë i mirë, sepse mu më mësove disa edhe shikuese, disa trike po themi ashtu, disa hile, për shembull edhe aplikacionet edhe online atë që i tha edhe kurset. Për neve që si dim, janë mjaft të ndimes, për shembull, sepse ne tash patëm rastin me të ndëgju edhe me kuptu që ka edhe kurset që janë online edhe aq më tepër janë free. Patjetër, po. Dhe pra jam i gatshëm, siç thash edhe më herët, të bëj pra gjithë atyre që janë të interesuar me mësu pra inteligjencën artificiale, sepse ajo është kontribut edhe për vendin dhe për atë dhëun tim. Okej, kam për të falenderoj shumë që ke qenë pjesët, dhe na ke të regu shumë gjana me interes, dhe mos kur për edhim që krejt që ashtë po flitet dhe krejt bota po shkën drejt inteligencës artificiale, po dhe një pyetje kemi për fond. A do të mu friksuna prej AI, ajo? Qa me ndajnë ka vëne? Po, jo, nuk mendoj që duhet me u friksu, sepse disa thonë që ka me zëvendësu inteligencë artificiale. Jo, nuk ka me zëvendësu inteligencë artificiale për personi që e përdor inteligencën artificiale. Pra, për shembull, nëse një person është rival me ty, pra një gazetari tjetër, atëherë nëse ajo gazetarja tjetër e përdor inteligencën artificiale, ajo do të jetë shumë produktive se sa ti nëse nuk e përdor inteligencën artificiale. Ja, edhe e përdori ka. Mirë, pra. E përdorim, po. Po, dha një shembull, a? Okej, kështu që më dojë mas, krejt do të me përdora, sepse thot që detyrimisht të edho një analiza, 5 deri në 10 vite të ardhshme. Po, nuk po flasë për parashikimeve të mia, po i citoj njerëz që janë në këtë fushë. Okej, edhe që e kam parashikua. Kam po të falenderoj shumë që ke qenë sot në dita me ne dhe po të falenderoj, po shpresojmë që kur do që të finalizohet edhe aplikacione, të jesh me neve këto të studia dhe me nga të regu pak edhe rreth aplikacionit që e ke bo me AI, që po pritet me finalizu në qërshora, po jo? Faleminderit shumë edhe njerë dhe të uroj shumë suksese, sepse je një talent jashtëzakonshëm dhe po të falenderoj edhe njerë shumë. Faleminderit, ka qenë shumë kënaqësi. Kjo ishte edhe intervista shikues të dashur me një prej talenteve më të jashtëzakonshme që i kemi në vendin tonë, sidomos kur është fjala për teknologjinë. Pra ishim me Kaan Krasniqi, vetëm 13 vjeçar, i cili së fundmi po e sundon po themi edhe inteligjencën artificiale. Faleminderit që keni qenë edhe jo gjatë gjithë kësaj kohe me neve, por shpresojmë që edhe jo keni marrë këshilla të mira prej Kaonit. Faleminderit edhe nga unë Diora. Shihemi herës tjetër.